Targa të tilla të automjeteve në gjithë vendin janë duke u parë tash sa kohë. Me targa prej letre dhe me mbishkrimin prova janë 12.481 automjete qarkulluese. Këtë ka bërë të ditur për Tribuna Channel Ministria e Punëve të Brendshme. Sipas kësaj ministrie, këto janë targa që kanë qenë në depo. Numri automjeteve që janë në qarkullim me targa për është 12.481. Këto janë targat të cilat kanë qenë në depo nga sasia kur jemi furnizuar gjatë kohës sa kemi pasur kontratën për furnizim me targa. Prandaj në mungesë të targave të rregullta tani jemi duke I përdorur. Çmimi për një palë tabela të tilla ka kushtuar 0.35 euro. E për mos pajisjen e veturave me targa të rregullta, vonesat e prodhimit të targave sipas ministrit të Punëve të Brendshme Skënder Hyseni po bëhen për shkak se organi shqyrtues I prokurimit po trajton ankesat e kompanive tenderuese. Shqyrtimi I cili do të përfundojë së shpejti. Një përgjigje konkrete nga ministri nuk kanë marrë as deputetët në seancën e mbajtur të datës 29 shtator. Një proces tenderues I stërzgjatur është u ndodhë për shkak të ankesave që kanë bërë në vendimin e Komisionit Ministrisë të Punëve të Brendshme disa kompani tenderuese. Këto targa prej letre erdhen si pasojë e moszgjidhjes së procedurave tenderuese. Në mungesë të targave të vërteta janë shpërndar targa prej letre, të cilat janë jo valide për udhëtime jashtë vendit. E pos kësaj, këto targa janë kritikuar edhe për prishje të imazhit dhe kthimi në kohë të paraluftës, e për të cilat ka shkruar edhe Reuters.